الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falënderimet I takojnë Allahut, I cili posedon emra të bukur dhe cilësi të përsosura. Dëshmoj me bindje të thellë se askush nuk adhurohet me merit me të drejtë përveç Tij, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe është I dërguar I Tij. Salavat dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të pastërt, mbi shokët e Tij besnik dhe mbar pasues të Tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër të imanit, begatia më e madhe është besimi I drejtë, Islami, adhurimi I drejtë, duke mos I shoqëruar askën në adhurim Allahut subhanahu wa ta'ala. Besimtari duhet të jetë I vëmendshëm dhe të ruaj besimin e tij dhe të jetë I kujdesshëm nga çdo kurth e shejtanit, I cili ishte betuar se do t'i merr të gjitha shkaqet për ta devijuar njeriu. Thot Allahu në Kur'an: "Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin." Djalli u betua dhe tha se unë do t'ju vij nga të gjitha anët njerëzve, nga para, nga mbrapa, nga ana e djathtë, nga ana e majtë. Por shumica e njerëzve nuk do të jenë mirënjohës dhe falendërues. Nga të gjitha anët djalli mundohet që t'ju fus dyshime, t'ju fus dyshime në besim, t'ju largoj nga rruga e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndaj, nuk ka rrugë tjetër për besimtarin posa që ta lusë Allahun azza wa jall që të jetë I fortë dhe I qëndrueshëm në rrugën e Tij. Madje Allahu kërkon nga Muhamedi alayhi salatu wassalam qëndrueshmërinë fe. Allahu thot: "Wastaqim", I drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, "Wastaqim", qëndro fuqishëm, "Kama umirta", ashtu siç je urdhëruar, "Wala tattabi' ahwa'ahum", dhe mos u ndikon nga epshet e të tjerëve. Sepse mushrikët e Mekkas futnin dyshimin ringjallje dhe Allahu subhanahu wa ta'ala I kërkon të dërguarit e Tij që pavarësisht furtunave që vijnë nga ana e pabesimtarëve, dhe furtuna më e rrezikshme janë dyshimet, istaqim, pra qëndro fuqishëm rrugën e vërtetë, ashtu siç je urdhëruar. Të dashur besimtar, kjo është edhe lutja pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku na mësoi: "Allahumma inna nas'aluka ath-thabata fil amr", o Allah, mundsona që me qenë të fuqishëm në çështjet, pra të jemi të përkushtuar. Rruga e profetëve ishte që I luteshin Allahut subhanahu wa ta'ala që të janë të fuqishëm rrugën e Tij. Ibrahimi alayhi salam u friksuan nga devijimi dhe tha: "Wajnubni wa baniya na'budu al-asnam", o Zot, me largo mua dhe pas arsit e mi që të mos adhurojmë idhuj. Kush po I lutet Allahut që të mos binë grackën e dyshimeve dhe të devijimit më të madh, shirkut që të lënë përjetësisht në zjarrin e xhehenamit. Ibrahimi alayhi salam, I cili me dorën e tij I thej dhe I shkatroi idhujt, në anën tjetër kërkoi nga Allahu qëndrueshmërinë rrugën e drejtë dhe u lut përpas arsit e tij që të mos bijnë në shirk. Jusufi alayhi salam ju drejtua Allahu duke I thënë:
tawaffani musliman, ma mundëso me vdek si musliman, wa alhiqni bis salihin, dhe që të shoqërohem me njerëzit e devotshëm. Po ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i lutej Allahut që të mos devijoj, ja muqallibal qulub, o rrotulluesi zemrave, thabbit qalbi ala dinik, forcoje zemrën time në fen tënde. Rawahu at-Tirmidhi. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam kur merrte ndonjë udhtim para se të udhtonte, thoshte: Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'i safar. O Allah, më mbroj nga lodhjet edhe brengat e udhtimit. Wa ka'abatil munqalab, dhe kur të vi ti gjej çdo gjë në rregull, mos surprizohem me ndonjë smundje apo me ndonjë humbje të pasurisë. Wal hawri ba'da al-kawr, dhe mundsoma që të mos devijoj pas udhëzimit. Pra, të mos bie nga shirku, nga kufri, nga gjunahet, të mos bie në devijim. Po ashtu, kur shite ndonjë mangësi të shokët e tij, pejgamberi alayhi salatu wassalam i këshillonte që të përmirësoheshin, saqë i tha një ditë prej ditësh Abdullah ibn Umerit: Ja Abdullah, o Abdullah, la takun mithla fulan, mos u bësh sikur filani, kana yaqumu al-layl, ai falte namazin e natës, fataraka qiyam al-layl, dhe ai më tani nuk fal namaz natë. Rawahu al-Bukhari. Të dashur besimtar, nga jo që përmendëm më lart, përderisa pejgamberët kanë frikë nga devijimi, dhe këshillat madhështore të pejgamberit alayhi salatu wassalam ishin që ne të lutim Allahun që të jemi të fortë në rrugën e tij deri në vdekje. Nuk ka rrugë më të sigurt se sa sinqerisht dhe çiltër të drejtohemi Allahut që të na të forcojnë këtë fe, sepse po të mos është forca që vjen nga Allahu, ne do të jemi të humbur. Walaula an thabbatnaka, Allahu i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe ty o Muhammed, sikur të mos kishim forcuar ty në besim, laqad kitta tarkanu ilejhim, ti do të kishe rrshitur dhe do të kishe anuar pra nga udhëzimet e pabesimtarëve, këshillat e tyre shejën qalile, pra pjesërisht. Por Allahu e forcoi Muhammedin alayhi salatu wassalam. Po ashtu Allahu kur flet për banorët e Kehfit, shpellës, djelmoshat, të cilët si rezultat i pastërtisë që e kishin besim të drejtë në tauhid, Allahu subhanahu wa ta'ala përshkruan dhe thot: wa rabatna ala qulubihim, ne ja u forcuam atyre zemrat, u lidhën njëri me tjetrin, idh qamu faqalu, dhe ata përball ati kryeneçi pa besimtar, ata ishin me një fjalë të vetme me tauhid, dhe i than: ne nuk themi gjë tjetër, Rabbuna, Zoti ynë është Rabbus samawati wal ard, Zoti i qiejve dhe i tokës, lan nad'u min dunihi ilaha, ne nuk i drejtohem lutje në adhurim asnjë të adhuruari tjetër pos atij që ka krijuar qiejt dhe tokën. Laqad qulna idhan shatata, përndryshe ne do të jemi devijuar dhe do të themi fjalë të kota. Të dashur besimtar, po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala na qartëson se rruga e njerëzve të dijes, ata të cilët janë thëlluar në dituri, kanë frikë nga devijimi dhe thon Allahu, siç na përshkruan Kur'an: Rabbana la tuzigh qulubana, o Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona ba'da idh hadaytana, pasi që ti ato i ke udhëzuar. Një nga shkaqet më të mëdha që njeriu të jetë i qëndrueshëm në rrugën e Allahut dhe të mos devijoj, pavarësisht dallgëve të cilat vinë në mënyrë të vazhdueshme dhe që e godasin zemrën. Një nga shkaqet më të fuqishme që njeriu e forcon këtë rrugë, rrugën e shpëtimit dhe rrugën që do ta kaloj urën e siratit, është ajo pasimi i sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot Allahu në Kur'an: wa in tuti'uhu, nëse ju e respektoni dhe i bindeni Muhamedit alayhi salatu wassalam, pra pasoni rrugën e tij, tehtadu, ju do të jeni të udhëzuar. Ka thënë Sheikhul Islam
Ibn Taymiyah rahimahullah, wa kullama kanu ar-rajulu atba'a li Muhammedin sallallahu alaihi wasallam kana a'zama tauhidan lillah. Çdo herë kur njeriu është më praktikues i sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, ai vërtet edhe tauhidin e ka më të pastër dhe është me i përkushtuar në rrugën e Allahut. Një nga shkaqet që e forcojnë njeriu në rrugën e vërtetë është vështrimi, studimi i Kur'anit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Qul nazzalahu ar-ruhul qudus." Atë zbriti shpirti, pra meleku Gjibril, i shenjti, min rabbika bil haq, nga Zoti yt me të vërtetën, li yuthabbita alladhina amanu, që t'i forcoj ata që besuan. Pra, ata të cilët kanë besim, ata ushqehen me Kur'an, ata udhzohen me Kur'an, ndërsa ata atyre të cilëve Allahu ja u ka mbuluar zemrat me kufër, ata janë të verbër dhe sado që ta lexojnë librin e Allahut, ata vetëm se devijojnë dhe asësi nuk udhzohen. Të dashur besimtar, një nga shkaqet që njeriu e shtyje dhe e forcon rrugën e Allahut, e shtyen dhe e forcon rrugën e Allahut është nafilet, namazet vullnetare, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu në hadith kutsi, pra përderisa robi kur t'i kryen farzet, ai në vazhdimsi afrohet me nafile, pra deri një pikë sa që Allahu subhanahu wa ta'ala e don atë rob. Një nga shkaqet po ashtu që e forcojnë rrugën e Allahut është mujalasatu al-ulama was-salihin, ulja me dietarët, të këshilluarit me dietarët, ulja me njerëzit e mirë, nga se Allahu subhanahu wa ta'ala kërkon nga ne: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi." Kërkon prej neve shoqërim, jo të shoqërohem me njerëz për shkak të interesit dunjas, por Allahu na thret që të shoqërohemi me ata të cilët adhurojnë Allahun mëngjes dhe mbrëmje dhe kanë për qëllim fytyrën e tij. Pra shoqërimi me nënvijen e parë me dietarët, pastaj me njerëzit e devotshëm, kjo është një nga shkaqet që njeriu e forcojnë në rrugën e tij, në rrugën e Allahut. Dhe një nga shkaqet më të fuqishme që njeriu t'i jashtojnë imanin dhe e forcojnë rrugën e vërtetë, rrugën e atyre që Allahu i ka begatuar, sirat al-mustaqim, është ku njeriu ta përkujtoj ahiretin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith madhështor që transmeton Buhari dhe Muslim, ju ka drejtuar sahabeve të tij dhe ka thënë: "Innakum satalqawna ba'di athara." Ju që do të jetoni pas meje do të përballeni pra me udhëheqës apo pushtetar që mund t'ju bëjnë padrejtësi. Athara, çfarë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam? Ja çfarë buron nga shpallja, nga njeriu të cilin Allahu e ka përzgjedhur që t'i zgjidhim çështjet e dunjas dhe të ahiretit. Ka thënë: "Fasbiru", bëni durim, hatta talqawni ala al-hawd, derisa të takohemi në haud. Haud është vendi ku do të ketë një, pra haud, vendi të buar me ujë, që burimin e ka në Kauthar, inna atajnaka al-Kauthar, pra burim nga xheneti që ja ka dhënë Allahu Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe nga aty buron tokën e mahsherit, dhe aty do të pinë ujin vetëm ata të cilët kanë qëndruar fuqishëm në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj kur i sheti dyshimet, kur i sheti të devijuarit, kur i shet xhavarixhet, apo ata të cilët devijojnë me ideologji laike apo laicizëm dhe shef dritën e Kuranit dhe Sunetit, qëndron fuqishëm, edhe nëse pra të bëhet padrejtësi, e kupton se kjo është rruga e shpëtimit. Andaj ai i cili i kujton shpërblimet e mëdha që do t'i kenë besimtarët në ditën e gjykimit, njëkohësisht argumentet që flasin kërcënuese dhe paralajmërim për ndëshkimet që mund të vinë, ai që ja kthen shpinën kësaj feje, besimtarit i shtohet imani dhe lut Allahun subhanahu wa taala që ta forcoj në rrugën e tij deri në vdekje. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأصلي وأسلم على نبينا Muhammad. Të dashur besimtar, nuk ka çmim
që mund ta blej fejnë. Feja është çështja më e rëndësishme në jetën juaj. E para që do të pyetni në momentin kur meleku i vdekjes do ta merr shpirtin. E para që do të pyetni në varr, kur të vendoseni në varr, është kush është Zoti juaj, kush është feja jote dhe kush është i dërguari yt. Kur do të ringjalleni, gjëja e parë që do të pyeteni është namazi. Ata të cilët do ta shijojnë ëmbëlsinë apo kënaqësitë e xhenetit, kur do të trokasin dyert e xhenetit, do të thonë Elhamdulillahi alladhi hadana. Lavdi qoftë Allahut i cili na udhëzoi. Në çfarë? Hadana li hadha, në këtë islam. Dhe sikur të mos ishte ky udhëzim, ne nuk do të kishim këto mirësi që na ka dhuruar Allahu. Me asgjë nuk mund ta shitesh islamin. Gjëja më e shtrenjtë. Prandaj Jusufi alayhi salam pranoi që të burgoset vetëm mos bini nga mëkatet prej mëkateve të mëdha, edhe pse një mëkat nuk të nxjerr nga feja, por çështja më e rëndësishme është njeriu pra të jetë i qëndrueshëm rrugën e tij. Andaj njerëzit përballen sidomos në kohën e shfaqjes së rrjeteve sociale. Çdo ignorant, i paditur, ateist, armiku i Islamit shfaq dyshime të shumta. Prandaj besimtari duhet të mbyll të gjitha rrugët, siç ka thënë Tawus, kur e ka dëgjuar një njeri që ka hyrë në shtëpinë e tij dhe po flet për kader, pra një prej shtyllave të Islamit. Po i flet një njeri i cili po thotë unë besoj Allahun dhe ditën e gjykimit, mirë po ju kanë futur dyshimet. Fa adkhala Tawus usbu'aihi fi udhunayhi. Ai dy gishtrinët e tij vendosin vesh dhe i tha djalit të tij adkhil asabi'aka fi udhunayka washdud wala tasma' min qawlihi shay'a. Vendosi dy gishtrin do biri im dhe mos e dëgjo këtë njeri që të fut dyshimin në fenë e tij. Fa innal qalba dha'ifun, sepse zemra është dob. Imam Dhahabi u thot aktharu a'imati salaf ala at-tahdhiri min hadha. Të gjithë imamët e sunetit, shumica e imamëve të sunetit janë të gjithë me një fjalë, me një qëndrim, para lajmërim ndaj atyre njerëzve të cilët i devijojnë dhe fusin dyshime, li anna al-qalba dha'ifun, sepse zemra është e fortë, zemra është e dobët, wa shubha khattafa, ndërsa dyshimet janë rrëmbyese. Pra dy çështje janë shumë të rëndësishme të kuptohen. Zemra e njeriu është e dobët dhe duhet të lutim Allahun të na forcojë, dhe njëkohësisht dyshimet janë të rrezikshme. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, men ta'awwada mu'aradatu ash-shar'i bir-ra'y. Ata të cilët e luftojnë Islamin, e luftojnë shariatin duke i dhënë përparësi mendjeve të tyre, apo si shkohen moderne laicizmit, la yastaqirru fi qalbihi iman, nuk vendoset, nuk peshon, nuk mbjellet imani në zemrën e tij. Andaj fjala e Islam është gjëja e parë, është me u dorëzu Allahut subhanahu wa taala, me u nënshtru Allahut, dhe njëkohësisht duke u distancuar nga shirku, nga kufri dhe ata të cilët thrasin apo praktikojnë atë. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na forcojë në rrugën e tij të vërtetë dhe të na ruaj nga çdo devijim i mundshëm. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Warda Allahumma an arbatil khulafa a'immatil hunafa أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين.